një emër, 3 qytete. Në verilindjet e Shqipërisë shtrihet qyteti Kukësit, një qytet i cili mbart një histori të ndërthurur në një mënyrë shumë unike. Ky emër përfaqëson 3 qytete: Kukësin e Vjetër, qytetin nën Toksor dhe qytetin e ri që mban këtë emër sot. Një emër që i përket një kohe, një historie dhe çmimit Nobel për paqen. Në vetvete është një muzeum natyror, ku çdo gur mban një kujtim dhe çdo rrugë tregon një të pathënë. Në liçenin e Fierzës dhe Kukësit ekzistojnë rrënojet e Kukësit të Vjetër dhe tunelet nën Toksore, të cilat i përngjasojnë një qyteti me qëllime luftarake dhe mbrojtëse për banorët e Kukësit në kohën e luftrave. Kukësi i Vjetër ishte i vendosur në sipërfaqen toksore ku sot gjendet liçeni i Fierzës, në brezaren e krijuar nga lumet e Kukësit si drini i bardhë dhe drini i zi. Nga zbulimet arkeologjike të gjetura në këtë zonë, tregojnë dëshmi të banimit të njerëzve në periudhën e Neolitit e këtej. Në vitin 1689 ndodhi Mortaja, e cila shohi shumë vendbanime, ku një ndër to ishte edhe Kukësi i Vjetër. Për shkak të saj, njerëzit u detyruan të largoheshin dhe ta braktisnin këtë zonë gati për një shekull të tërë. Më vonë, në gjysmën e shekullit të 18, vëllezërit e Lezaj, Zenel Limani, Adem Dulla dhe Ali Hasa bën shpërngulje nga Bicaj dhe u vendosën përfundimisht për të jetuar në gropën ndërmjet drinit të bardhë dhe të zi. Gjatë viteve 1912 dhe 1921, Kukësi u pushtua nga serbët, bullgarët dhe austriakët. Kukësi u bë pjesë në luftrat kundër forcave serbe në vitet 1912 dhe 1913, por shumë banorë u masakruan dhe u vranë nga forcat serbe. Në vitin 1923 u kthye në qendër krahinore me 28 shtëpi dhe 186 banor, ku në ardhen në qindra familjeve nga Qakova dhe Prizreni, popullsia arriti një numër të konsiderueshëm të banorëve. Me fillimin e viteve 30, Kukësi u shpall bashki dhe filloi të gjallërohej nga institucione si shkolla, banda muzikore, enti kulturor, shoqëria sportive Kosova dhe djelmënia shqiptare. Edhe pse u gjallërua, Italia fashiste dhe forcat gjermane e pushtuan në 14 prill 1939. Në 18 nëntor 1944, forcat gjermane largohen dhe hynë forcat partizane të brigadës 18 sulmuese. Në 31 mars 1962 u ndërmor vendimi për përmbytjen e tij dhe ndërtimin e Kukësit të ri. Punimet për qytetin e ri filluan, po ashtu dhe jeta paralele e dy qyteteve. Në 1978, Kukësi të Vjetër i erdhi fundi nga përmbytja e liçenit të Fierzës, duke ia lënë emrin qytetit të ri. Me zbehjen e Kukësit të Vjetër dhe përfundimin të Kukësit të ri, në vitin 1980 u ndërtuan tunelet toksore gati si një qytet. Këto tunele kanë një sipërfaqe për 1000 metra shkatror, 30 metra thellësi dhe gjatësi për 7 kilometrash e 400 metra. Një ndërtim i sofistikuar për teknologjisë së asaj kohe, zoti Afrim Cenaj na tregon me detaje ndërtimin dhe përdorimin e tyre. Ka qenë filtr me pastru oksigenin. Shqipe kur vjen oksigeni, kur ta thisin, e pastroj ke ventilator. Për drita, vetëm për zonën e oficerave. Ku me vigje shto, nuk ka pas civila, vetëm oficera. Këtu, shqipe qëta, këtu janë dhomat e oksigjenit. Tuneli është 7 km e 400 metra i gjallë. E 30 metra i thellë. Këtu ka qenë një laboratori vogël. Në momentin që vike ushqimi këtu, e kontrolleshin sa mos i ka qitë na i helën për me mbyt oficerat. Se sistemi komunist ka qenë shumë i ashpër. Hadi këtu. Shifën portën aty unë. Këtu dikur dhe keni ushtar, edhe me Kalashnikov, sepse teknologjia e sistemit komunist nuk ka pas kamera.
Edhe këto me vazhdoj kaj, e këto quhen kanaqe. Konak, do me thënë, diçka ku shem, si pikës. Dritare, po nuk ka për me kështu, ka për me vëzhgu. Këto kanë qenë dhomat e komandës, komandat e të oficerave. Këtu lushin me harta, sikur me Google Maps, lushin atëherë me harta. Ka me thani Jugoslavia këtu, ajo këtu. Tuneli janë bon kukës sepse neshna kufitar me Jugoslavit. Sepse atëherë Kosovën e kishte Jugoslavia. Edhe janë bon për vetë strehim. Nëse Jugoslavi vike, në kretë qyteti i përtu. Ose për ne bombë atomike, diçka. Këtu anë i dalje tjetër, dhe dalim pastaj edhe janë dushe këtu kretë. Tu ka qenë dhomë hetusije. Hetusije ti e kuptoj. Rëke e fuqina da atje, edhe e shifshin kështu me gjam, po. Edhe e shifshin veprimet. Des kokën. Lëkurish në ose. Këto më bërë kabanet një ushtarë, dhe nëse dikush do ke me hynë anë, këtu më kontroloke. Nëse dikush do ke me hynë, këtu më kontroloke. Këtu ka qenë postë të blonë. Këto ikë në kukës. Ja, ikja nuk mund bënë, sepse ne nuk jemi të bëtëm me masa oksigen. Nëse dikush ka dëshirë, ta vizëdë dhe gjithën, du të më shkuje mund 2 ditë para. Me na i gjanë me vetë që është diabet jo sheqer e kap, sepse rutimi është katastrofik, sepse ka shemje, oksigeni e limitu, lloqi i madh, sepse tuneli nuk u përfundu kur. Nuk jam përfundu tuneli. Në 89, si fillera o sistemi komunist, u nalën punimet këto. Këto janë burgjet vogla. Do më thonë momentale, se ato i lëvizshin. Këto kanë qenë dhomat mëdha, ku njerëzit u takoshin me oficerët. Do thonë dikush që ka punu në parti, këtu u takoke me ushtrinë dhe bëjshin debat për hallin e njerëzve, si me thonë, ka njerëz që që duhet kështu, që duhet ashtu. Këtu bashkoshin të dy palë. Tuneli janë double. Sigur, 1.000.000%. Po gjithmonë me teknologjinë e asaj kohë. Hajde shikë të tonë. A këpëtën, a regullu një herë kjo, vesh kjo për me kryu vakum. Aty ka pas net një ushtar dhe vrejtoj ke në pik ajrore.
Nëse ai shif ke një avion, ose një diçka të dyshim, ai i bike sirenës. Sirenat atje kanë qenë me dorë. Me në kur bike sirenës, gjithkush dhe ke me dorë në pozicionin e vetë, edhe njështë një tje më fut mrena. Por 5 minuta, u do ke me ka pozicionin. Maksimumi 5 minuta. Kur fleshin ushtarë në gjumë, fleshin me parime. I maqin këtë gjanat gati edhe pecet e pustë nuk i heqin. Por efekt gatishmërie. Gaveta, me hangër, uji, kundra gazi, mask gaz, helmeta, kjo është me marrajë, kasketa, dulbit, lampa, do a funi. I funi këtë, a funi i krau.